Prokuroria e posaçme ka zbardhur detaje të reja mbi rolin e Evis Berberit, një nga njerëzit më të afërt të Belinda Ballukut, duke deklaruar se ai vepronte realisht si pronar i kompanisë DAM pavarësisht se zyrtarisht rezultonte e shitur të Brunilda Buli. Sipas SPAK, Berberi vazhdonte të kontrollonte të gjitha aktivitetet e shoqërisë, nga klientët e furnitorët deri te pagat, faturat dhe detyrimet tatimore. Në dosje përmenden komunikime ku Berberi udhëzon vartësin e tij, Ervis Lamin, për pagesat e tatimeve dhe koordinon transfertat bankare përmes motrës. Përgjimet tregojnë edhe se shitja e kompanisë ishte fiktive, ndërsa vetë Brunilda Buli, që Berberi e quan Tezja, i dërgon fotografi të firmës për përdorim në dokumente. SPAK dokumenton një pagesë prej 30.000 eurosh të kryer nga llogaria e DAM më 25 shkurt 2019 drejt shoqërisë PM Ende Company, në të njëjtën datë me komunikimet e tyre. Hetimet përfshin edhe biseda mes Berberit dhe biznesmenit Walter Begaj, ku ky i fundit kërkonte ndërhyrje për të kualifikuar kompaninë e tij Net Group në tenderet e autoritetit rrugor shqiptar për projektet e unazës lindore. Përgjimet tregojnë se Berberi ndërhyn për çështjet e auditimit, dokumenteve dhe procedurave, ndërsa Begaj informon për ecurinë e tenderëve dhe kualifikime. Të gjitha këto elemente, sipas SPAK, tregojnë një skem ndikimi, ndërhyrjesh dhe kontrolli informal të kompanive të përfshira në tender publik, çka ka çuar edhe në akuzimin e Ballukut dhe pezullimin e saj nga detyra.